Po, ti po thu zgjedhje shko. Theva një farë mini tabuja, se këtë po thonë s'ka shans me formu qeverinë, në tha shka shans. Ti thua që ka shans, zgjedhje jo. Zgjedhje jo. Okej. Jo zgjedhje, qysh kena me pas? Po kur? Po mas lartë deri në kohën e presidentës. Okej, ama tani jo. Jo 10 orë, jo janar. Nuk ka gjasa dhe ashtu në kohë. Ju i këtë i bishnut krenar. Kushtetuta e Kosovës nuk njeh qeverit të 3 mujve. Po, e një mandat plak. Në rastin e presidentës. Që më në thonë ti njeri, alamet burit Glau Këlluzës, hajde që ti një 3 muj dit. Edhe et. Ki nevoj mi thunë se ajo është mjaftushëm, i vedishëm që e din dhirë Që mund të ju të mund dy herë për që nivelin zgjedhja, po? Ja, që alternativa. Okej, në rregull me që e morëm përgjigjen e krenarit. Vetëm pak, Demase, që të shkojmë tek PDK-s. Që temen që kemi me krenarin. Çka? Për shembull. Kjo është treg politik. Hajde votojnë ju Glaukun, mja 3-4 muj, për të ashtu në krenar. Mja 3-4 muj, po ja që kjo po botniri me votu Glaukun. Votojnë ta pësojnë Kosovën se ka vetë pa buxhet, RTK-ja pa buxhet, pa rroga. Po kështu po flitet, kështu po shitet. Krenar, kështu po rritet. Po kështu po shitet. O dashni me nuk këto krenar pe prillit, pe mojit. Mes me lut si cmec, jo Albolena, jo Donika, jo Albolena, jo Donika. O dashni me nuk këto me kohë. Gabimeve të vetë që ka bërë provokon pa Nëse dikush e hanë foren, edhe votojnë Glaukun kryeministër. Edhe Glaukun poshtë kryeministër, kur vjen puna presidentes, këta e qesin Bekimi Asharin për president. Bashkimi Ashari, ose Bekimi Ashari, ose kondat familjes Ashari, familjes respektume Ashari. Unë kjo është mendim jam. Kjo analizë jam. Edhe që kam besim kozat plot se mundet me ndodh kështu. Po kjo shpesh ka ndodhur. Tu e të kalume. Jo përmend emrat e familjes Ashari edhe më herët. Del dikush i familjes Ashari që si thotë këta për president. A është ide e mirë? Bashkimi Ashari tjetër për president. Për presidenti. Demasa vazhdon mandatin. Demasa nisë sfidje edhe politike edhe juridike. Vetëm pak taktizim politik. Deputeti me që kemi këtë deputeti. Deputet Bajqinovci. Demasaj ta bëjmë një rend vetëm ta marrim vesh pak s'ka problem. A është ide e mirë? O Shala, o zotri, a jeni këtu, a jeni dikun tjetër? Unë mendoj që çdo herë është përfol shpesh çdo mandat. A është ide e mirë? Bashkimi Ashari presidenti Javshi. Konsenzus. Familja Ashari është një familje historike dhe nuk besoj që ka ndonjë parti politike e cila nuk do të kishte dëshirë që tjetë ndoshta në pozicionin më të lartë shtetit për president dikush nga familja Ashari. Për atë unë mendoj që do të ishte nder për vendin. Çdo kush apo dikush? Do njëri nga familja Ashari thash. Kush mund të jetë ky dikush? Po ja, nuk e di, ky e thani mendim. A ka diçka konkrete? Jo, ky e tha, unë s'di, s'kam informacion. Se ka thënë krejt kot, se ajo është duke qarkulluar. Unë nuk kam informacion. Edhe para 4 viteve ka pas informacione të tilla, edhe ju e dini që